Përshëndetje. A mundet që një grua të ndryshojë karakterin e një burri? Kjo është një nga pyetjet më të vjetra në një marrëdhënie. Dhe zakonisht bëhet nga gratë jo sepse janë naive, por sepse janë të investuara emocionalisht, sepse shohin potencial, sepse shohin atë që mund të bëhet, jo vetëm atë që është. Është një përgjigje e shkurtër, pa zbukurime. Një grua nuk mund të ndryshojë karakterin e një burri nëse ai vetë nuk ka vendosur të ndryshojë, por ajo mund të ndikojë, ta nxjisë, ta pasqyrojë, madje edhe ta shpejtojë një proces që tashmë ekziston brenda tij. Dhe këtu është dallimi që shumë e ngatrojnë. Çfarë është karakteri dhe pse nuk ndryshon lehtë? Karakteri formohet herët nga familja, fëmijëria, modeli prindëror, traumat, mënyra si është dashur ose si është lënë pasdore, nuk është sjellje e rastësishme, është strukturë e brendshme. Një burr nuk bëhet besnik sepse një grua e do shumë, nuk bëhet i ndershëm sepse i kërkohet, nuk bëhet emocionalisht i pjekur sepse i bën dhe i thuen ultimatum, ai ose i ka këto struktura, ose jo. Mund t'i zhvilloj, por nuk mund t'i instalosh nga jashtë i këto. Këtu ndodh zhgënjimi i madh. Gruaja dashurohet me potencialin, ndërsa burri jeton realitetin e tij aktual. Miti, ai do të ndryshojë për mua? Kjo është një nga gënjeshtrat më të bukura dhe më shkatërruese. Jo. Ai nuk ndryshon sepse ti je e veçantë. Ai ndryshon vetëm nëse ndjen konflikt të brendshëm, përballet me pasoja reale, ka vetëdije për veten, ka motivim personal. Dashuria nuk është mjet edukimi dhe marrëdhënia nuk është terapi, sado që shumë gra e përdorin si të tillë. Po atëherë, ku është fuqia e gruas? Fuqia e gruas nuk është e ndryshimi i tij, por te pozicioni që ajo mban përballë tij. Një grua ndikon jo duke folur shumë, por duke qenë konsistente, jo duke u lutur, por duke vendosur kufi, jo duke duruar, por duke treguar se çfarë toleron dhe çfarë jo. Burrat nuk ndryshojnë nga fjalët, ndryshojnë nga realiteti që përballin. Po, si ndikon realisht një grua te një burr? Jo me manipulim, jo me drama, jo me sakrifica pafund. Ajo vepron me mekanizma psikologjik. E para është pasqyrimi, jo akuzimi. Kur një grua i thot vazhdimisht, ti je kështu, ti je ashtu, burri mbyllet. Kur ajo i pasqyron pasojat e sjelljes së tij, ai detyrohet të reflektojë. Jo, ti s'më do. Por kur sillesh kështu, unë mbyllem dhe largohem emocionalisht nga ty. Ky nuk është sulm, është pasqyrë. E dyta, kufit janë më të fortë se lutjet. Një grua që nuk ka kufi bëhet ambient i rehatshëm për sjellje të papjekura. Në moment që ajo ndalon së justifikuari, ndalon së shpëtuari situata, ndalon së mbuluari pasojat e tij, diçka lëviz. Jo gjithmonë për mirë, por për të vërtetën. E treta, burra ndryshojnë kur rrezikojnë humbjen, jo kur ndihen të sigurt. Kjo tingëllon brutale, por është reale. Siguria absolute pa përgjegjësi nuk prodhon rritje, prodhon ngjecje. Kur një burr kupton se gruaja nuk do të qëndrojë me çdo kusht, dashuria nuk është garanci, respekti nuk është automatik, atëherë ose rritet, ose largohet. Të dyja janë përgjigje. E katërta, një grua e fortë nuk edukon. Ajo zgjedh. Sa më shumë që një grua përpiqet të formësojë burrin, aq më shumë humb atraktivitetin emocional, sepse ajo del nga roli i partneres dhe hyn në rolin e prindit. Dhe askush nuk ndryshon për mamin. Një grua e fortë zgjedh
A e dua këtë burr siç është? A më përmbush kjo marrëdhënie? A jam duke u zvogëluar për ta mbajtur gjallë? Këto pyetje janë më transformuese se çdo ultimatum. Po kur ndryshimi është i mundur? Ndryshimi është i mundur vetëm nëse burri ka kapacitet introspektiv, e pranon përgjegjësinë personale, nuk fajson gjithmonë të tjerët, është i gatshëm të përballet me veten. Në këtë rast gruaja nuk është shkaku i ndryshimit, por katalizatori. Ajo nuk e shtyn, ajo e shoqëron. Kur nuk është e mundur kjo gjë? Kur ai përsëri të njëjtat sjellje pa pendes, premton por nuk vepron, minimizon dhimbjen e saj, e bën të ndihet fajtore që kërkon më shumë. E në këtë rast e gruaja nuk po ndikon, po konsumohet. Dhe kjo është pika ku shumë gra ngatrojnë durimin me forcën. Një e vërtet e pakëndshme. Një grua nuk duhet të mundohet të ndryshojë një burr për ta bërë të jetueshëm. Nëse duhet kaq shumë përpjekje që ai të funksionojë si partner, problemi nuk është e teknika e gruas, është e përputhshmëria. Dashuria nuk është projekt ndërtimi. Pyetja duhet bërë ndryshe, jo ashtu si zakonisht, jo si ta ndryshoj, por apo më pëlqen se kush po bëhem duke u përpjekur ta ndryshoj? Sepse shpesh në këtë proces gruaja humb spontanitetin, humb gëzimin, humb zërin, humb veten, dhe asnjë ndryshim i tij nuk ja kthen dot këto mbrapsh. Dhe si përfundim dhe pa romantizëm, duhet thënë se një grua mund të ndikojë në rritjen e një burri vetëm nëse ai është gati të rritet. Ajo nuk e ndryshon karakterin e tij. Ajo ose e zgjon, ose e ekspozon. Dhe ndonjëherë ndikimi më i madh që një grua ka në jetë në një burri nuk është qëndrimi, por largimi. Sepse ka burra që rriten brenda marrëdhënies dhe ka burra që rriten vetëm pasi e humbin atë. Dhe ky nuk është dështim i gruas, është një kufi i shëndetshëm. Miq, këtë do të thosha në këtë video, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë videot që ja therr pas here. Dhe në videon tjetër, mirë takofshi.